Ky shtet gjen zgjidhjen ideale, u bën thirrje njerëzve, bëni dush bashk për të kursyer energji. Teksa e gjithë Europa po përballet me sfidën e madhe të energjisë elektrike, Ministria e Mjedisit të Zvicrës ka dhënë një sugjerim të fundit drejt popullatës. Ministria teksa po promovon masa për të reduktuar konsumimin e energjisë me 15% këtë dimër, për të reduktuar konsumimin e energjisë me 15% këtë dimër, dhe një nga sugjerimet që dha ishte edhe për njerëzit që të bëjnë dush së bashku. 62 vjeçaria sugjeron se njerëzit mund të fikin kompjuterin kur nuk ju nevojitet, ose të fikin dritat ose të bëjnë dush së bashku. Propozimi është pritur me mosbesim në vend dhe ministria është detyruar të sqarojë se thirrja kishte për qëllim të rinjt. Ajo pranoi se pas një moshe të caktuar dushi së bashku nuk është më i përshtatshëm për të gjithë. Megjithatë, ajo shtoi se ideja në përgjithësi kishte ecur mirë dhe rezultoi në inkurajimin e ndërgjegjësimit për nevojën për të bërë kursime në konsum gjatë muajve të dimrit.